Para se të fillojmë videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Largoni rrullat e qafës vetëm me 2 të bardha veze, kura e lehtë pa kosto që duhet të përdoret nga çdo femër. Shumë femra mendojnë se shenjat e plakjes janë të dukshme vetëm në fytyrë dhe përqendrohen të kujdesin për të, duke lënë pas dore pjesën e qafës, e cila është nga pjesët më delikate të trupit tuaj. Me kalimin e kohës, muskujt e lëkurës kontraktohen dhe si pasojë formohen rrullat të para në qafë, të cilat krijojnë përshtypjen e një gushe të dytë. Por çfarë duhet të bëjmë për të shmangur sa më shumë shfaqjen e rrullave në qafën tuaj? Fillimisht kërkohet që pas çdo larje të qafës të aplikohet një krem hidratues. Masazhimi është një tjetër mënyrë për të penguar formimin e rrullave në gushë dhe në fytyrë. Duhet të masazhoni çdo mbrëmje për të paktën 15 minuta me lëvizje rrethore nga lart poshtë, pasi lehtëson qarkullimin e gjakut në gushë. Sipas dëshirës, mund të përdorni vajra natyral. Për shembull, vaj esencial i limonit është i pasur me vitaminën C dhe ushqime me antioksidues për lëkurën. Nga ana tjetër, vaji i shërebeles hidraton të gjithë lëkurën tuaj dhe e gjallëron atë. Një mënyrë tjetër efikase është edhe masazhimi me kuba akulli. Merrni 3 kuba akulli dhe masazhoni qafën për 10 minuta. Ky veprim i përhershëm ul inflamacionin e lëkurës, aktivizon qarkullimin e gjakut dhe tonifikon muskujt e qafës. Alternative tjetër shumë efektive janë edhe maskat. Në këtë video do ju propozojmë një maskë 100% natyrale dhe shumë fitimpruese. Ajo ka të bëjë me banane dhe vezë. Përbërësit që ju duhen për të recetë janë: një banane e pjekur mirë, 2 të bardha vezë dhe një lugë çaji mjal. Shtypni bananen, më pas shtoni të bardhën e vezës dhe mjaltin. Punojeni mirë maskën me gishta, pasi në këtë mënyrë do të ushqeni edhe duart. Pasi maska të jetë bërë homogjene, masazhoni qafën me lëvizje të ngadalta dhe e lini të veprojë në të për të paktën 30 minuta. Kjo maskë duhet përsëritur deri në 3 herë në javë për të arritur rezultate më të shpejta dhe dobipruese për shëndetin e qafës suaj. Për shumë femra, rituali i bukurisë dhe për kujdesit kufizohet vetëm te pjesët më të dukshme të trupit, siç janë fytyra, duart dhe flokët. Por krahas tyre në trupin ton ekziston edhe një pjesë e rëndësishme që nuk duhet lënë pas dore, siç është qafa. Edhe pse e fshehur, qafa vuan shumë nga kujdesi i dobët, duke shfaqur rrullat e para si pasojë e kontraktimeve të muskujve të lëkurës. Mosha, ushqimi pa kontrolluar, mungesa e hidratimit dhe ekspozimi i tepërt në diell, si dhe shprehjet e ndryshme të fytyrës, ndikojnë po ashtu në tendosjen dhe shfaqjen e rrullave poshtë qafës. Një nga mënyrat për të trajtuar këto është e bardha e vezës. Vezët njihen për vlerat e shumta ushqyese që përmbajnë. Për këtë arsye, duhet të bëjnë pjesë të regjimeve ushqimore të përditshme. Por e bardha e vezës ka edhe funksione të tjera. Merrni 2 kokra veze dhe i ndani veçmas të bardhat nga të verdhat. I rrihni me piru dhe aplikoni direkt në zonën përreth qafës. E lini të veprojë për 15 minuta dhe shpëlani me ujë të ftohtë, duke masazhuar me lëvizje rrethore. Ky trajtim duhet të përsëritet të paktën 3 herë në javë. Një tjetër përbërës që do ju vinë në ndihmë është uthulla e mollës. Uthulla e mollës tashmë është pjesë e pandashme e ritualeve të bukurisë. Merr një vlerë të veçantë në trajtimin e flokëve, thonjve dhe trupit, por ajo mund të bëjë mrekulli për përkujdesin në zona delikate, siç është qafa. Uthulla e mollës është e pasur me alfa hidroksid, që hidraton lëkurën dhe zbehin shenjat e rrullave. Në një enë shtoni një lugë çaji me uthull molle, një të verdhë veze dhe një kapsul me vitaminë E. Pasi keni përzgjerë mirë, aplikoni në qafë me anë të një garze pambuku dhe e mbani ashtu gjatë gjithë natës. Të nesme në mëngjes e lani qafën me ujë të vakët. Një tjetër përbërës që do ju vijë në ndihmë kundër rrullave të qafës është xheli aloe vera. Xheli që gjendet në pjesën e brendshme të kësaj bime është një nga mjetet më të mira natyrale për të kuruar problemin e lëkurës, si njollat e ndryshme, akne, irritimet dhe skuqjet e lëkurës dhe rrullat në zona të ndryshme. Ky xhel përmban antioksidant që stimulon prodhimin e kolagjenit. Merrni një gjethe aloe vera, e ndani për gjysmë dhe me ndihmën e një lugje e merrni xhelin.
Këtë të fundit mund ta vendosni direkt në qafën tuaj ose të ngrini dhe më pas të masazhoni të gjithë pjesët e qafës me xhelin e ngrirë. Duke aplikuar këto receta her pas here në shëndetin e qafës suaj, do të ndihmoni në përmirësimin e gjendjes së saj, duke parandaluar krijimin e rrullave në to dhe kështu do të keni një qafë më të shëndetshme, pa shenja të plakjes dhe rrulla që mund ta shpifin dhe mund t'ju bëjnë të dukeni më të vjetër. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Rrullat e qafës mund të shkaktojnë parati dhe probleme në paraqitjen e jashtme të një femre. Janë disa ushqime të thjeshta që mund të ndihmojnë në lehtësimin e këtyre problemeve. Një nga këto përbërës është avokado. Avokado ka aftësi shtrënguese dhe zbarse për lëkurën. Përveç se do të zbusë rrullat, avokado do ta bëjë lëkurën tuaj të duket më e bukur dhe kështu do të largojë të gjitha shenjat e moshës. Këshillohet të përzjeni avokadon me mjaltë dhe qumësht dhe maskën ta vendosni direkt në fytyrë dhe në qafën tuaj, në mënyrë që të eliminoni rrullat e moshës. Një mënyrë tjetër është të bëni masazhe vajore. Çdo mbrëmje masazhoni qafën me vaj të arës kokosit dhe vaj ulliri. Aplikimi i rregullt i këtyre vajrave do të zbusë ndjeshëm praninë e rrullave dhe do të ushqejë këto zona të lëkurës suaj. Kura me kos është një tjetër mënyrë efektive. Kosi është i pasur me antioksidant dhe ka aftësi antibakteriale, fal të cilave do të korrë sukses në zbutjen e rrullave në mbi një javë. E bardha e vezës. Rrihni të bardhën e vezës dhe aplikoni atë me një pambuk në të gjithë zonën e qafës. E lini maskën të veprojë për të paktën 20 minuta dhe do të vëreni ndryshime në paraqitjen e rrullave në qafën tuaj. Një mënyrë tjetër është kura me xhelin aloe verës. Xheli aloe verës është shumë efikas kundër rrullave dhe mund t'jap rezultate të mrekullueshme. Aplikojeni në qafë xhelin e kësaj bime rregullisht dhe do të habiteni nga rezultatet që do të keni. Lëngu i patateve është një mik shumë i mirë i lëkurës. Përdorini lëngun e freskët dhe e vendosni në lëkurën e qafës, e mbani për 20 minuta dhe më pas e shpëlani. Nëse keni njolla në qafë, shtoni më pas lëngun e limonit. Qumshti ka efekte të shkëlqyera për lëkurën tuaj dhe mund të quhet një kurë e mirë për të trajtuar problemet e qafës. Atë mund ta përzini me pak mjaltë dhe të lyeni qafën rregullisht, jo vetëm për të hequr rrullat, por edhe për të pasur një lëkurë të butë dhe plot shkëlqim, madje një lëkurë rinore. Duke aplikuar këto receta her pas here, do të përmirësoni cilësinë e jetës suaj, duke u ndjerë më të sigurta në pamjen që keni. Vijat në ballë nuk janë shenja të moshës. Ngarkesat e përditshme dhe lodhja mund të krijojnë vija të padëshiruara, të cilat mund të jenë jashtë çdo kontrolli. Mund të jetë thjesht shenja e detyrave dhe shtimit të përgjegjësive. Nuk është shumë e këndshme të dalloni shenjat e plakjes nëse nuk jeni të përgatitur. Shumë prej jush mund të kenë kërkuar për disa zgjidhje natyrale kundër këtyre vijave në fytyrë. Heqja e rrullave të ballit bëhet me pak botox. Ato duken sikur nuk ikin kurrë në fillim, por mund të kenë kohë dhe durim. Ja disa këshilla të thjeshta që do ju ndihmojnë për të përmirësuar cilësinë e dukjes së ballit tuaj. Një stili i mirë i jetës është një zgjidhje për kryer. Je sigurt që po ndjek stilin e duhur të jetës? A ha shëndetshëm? A flen në orare të duhura? Ndihesh e lodhur në fund të ditës? Të mërzisin gjërat e vogla që ndodhin përreth teje? Përgjigjet me këto pyetje janë të mjaftueshme për të bërë të kuptoni nëse keni stil ideal të jetës. Fillim të 40-tave, duhet të bëni ndryshime të rëndësishme në dietë dhe në rutinën tuaj. Shtoni më shumë perime dhe të cilat duhet të jenë jeshile dhe antioksidant në dietën tuaj. Bëj palestër ose eci të paktën gjysmore në ditë. Provoje për të paktën një muaj. Do të dalloni ndryshime në fytyrë automatikisht. Masazhi me vaj ulliri është një tjetër mënyrë efikase. Merrni vaj ulliri ekstra të virgjër. Mjafton të përdorni vetëm disa pika rregullisht. Masazho zonën rreth rrathëve me vaj të ngrohtë ulliri poshtë lart për 10 minuta. Masazh me agrume. Agrumet, portokalli dhe limoni janë të pasur me vitaminën C dhe E, që janë thelbësore për një lëkurë të shëndetshme. Ato janë shumë të mira për të ruajtur butësinë e lëkurës. Përveç tulit, edhe lëkurat janë një lloj efektive.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.